Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jemi së bashku me lajmet kryesore. Ndërsa partitë politike tashmë janë në fushatë elektorale, kryesocialisti Edi Rama mesazhin e kishte të qartë për blerjen e votës, një ditë pasi një 38 vjeçar u arrestua në Lushnjë pasi kishte premtuar 500 euro në këmbim të votës për Partinë Demokratike të Sali Berishës. Ndërsa partitë politike tashmë janë në fushatë elektorale, kryesocialisti Edi Rama mesazhin e kishte të qartë për blerjen e votës, një ditë pasi një 38 vjeçar u arrestua në Lushnjë pasi kishte premtuar 500 euro në këmbim të votës për Partinë Demokratike të Sali Berishës. Në bashkëbisedim me ndjekësit në rrjetet sociale, Rama u shpreh se askush mos të bëj gabim që të blej votën, duke theksuar se është një krim që dënohet rënd. Në rubrikën Sy më sy, kryeministri Rama nuk i shpëtoi as pyetjeve nëse e kalon dot oqeanin, por përgjigje për komentuesin ishte kjo: "Mos më çaj hallin fare, oqeanin e kaloj sa herë të dua." Por një tjetër komentues priste lajmin bomb se kur do të jetë vizita e Ramës në SBA dhe takimi me presidentin Donald Trump. Policia e Tiranës ka arrestuar Daud Lazën, 49 vjeçarin që mbi 2 muaj më parë ishte arretisur nga Spitali i Burgut ku vuante një dënim. Policia e Tiranës arrestoi Daud Lazën, 49 vjeçarin që mbi 2 muaj më parë ishte arretisur nga Spitali i Burgut ku vuante një dënim. Laze u arrestua nga forcat e Komisariatit të Policisë nr. 6, bazuar në informacionet e marrë nga inteligjenca policore nga shërbimet e Komisariatit të Policisë nr. 6. Në Astir u bë kapja e shtetasit të shpallur në kërkim. Daud Laze, 49 vjeç, banues në Astir, dy shtetas më datën 4 shkurt 2025, u arretisën nga institucioni i posaçëm mjekësor në JVP-Lezhë dhe pritjet e mëtejshme do të kryhen ndërkaq nga drejtoria vendore e policisë së Lezhës, thuhet më tej në njoftimin e policisë. Vrasja makabre e Ilaria Sulës, 22 vjeçares shqiptare, vazhdon të jetë një nga çështjet më të përfolura në Itali, me detajet e reja që zbulohen nga hetimet që vijojnë prej 2 javësh. Vrasja makabre e Ilaria Sulës, 22 vjeçare shqiptare, vazhdon të jetë një nga çështjet më të përfolura në Itali, me detajet e reja që zbulohen nga hetimet që vijojnë prej 2 javësh. Së fundmi janë zbuluar dhe mesazhet që Mark Samson, i dashuri i Ilarias, që vrau në mënyrë makabër 22 vjeçarin, dërgonte shoqes saj të ngushtë. Në mesazhe shkruaj se Ilaria kishte njohur një djalë të ri dhe i kishte shkuar të flinte me të, por në momentin që dyshimet u ngritën nga ana e Maria Sofias, shoqes së ngushtë dhe shqiptare, Samson flaku telefonin: "U takuam këtë mëngjes jashtë Sapiencës dhe më pyeti nëse do dilja me të. Do të flen në shtëpinë e tij sot", shkruaj në mesazhe. Për ta bërë mashtrimin më të besueshëm, në orën 19:42, Samson dërgoi një foto, një gjysmë të zhveshur duke ngjallur kuriozitetin e shoqes. Dollari amerikan ka vjuar dhe këtë të martë jetë i paqëndrueshëm, duke humbur sërish pik nga dita e djeshme, teksa është bler ditën e sotme me 87 lekë dhe është shitur me 88.3 lekë. Dollari amerikan ka vjuar dhe këtë të martë jetë i paqëndrueshëm, duke humbur sërish pik nga dita e djeshme, teksa është bler sot me 87 lekë dhe është shitur me 88.3 lekë. Sipas kursit të këmbimit lokal, monedha europiane është bler sot me 99 lekë dhe është shitur me 99.9 lekë, duke fituar pik nga një ditë më parë, teksa provon të afrohet sërish pragut të 100 lekëve. Franka zviceriane ka regjistruar rritje dhe ditën e sotme, duke u bler me 105.9 lekë dhe duke u shitur me 107.4 lekë, krahasuar me ditën e djeshme. Poundi britanik ka rikuperuar pik nga rënja që i ka pësuar gjatë këtyre ditëve, duke u bler sot me 114.6 lekë dhe duke u shitur me 116 lekë, referuar tregut të brendshëm valutor. Dušan Janjić, njohës i veçantë i marrëdhënie politike brenda Serbisë, ka folur lidhur me situatën e tensionuar nga protestat e studentëve që përpiqen të rrëzojnë regjimin e presidentit serb. Dušan Janjić, njohës i veçantë i marrëdhënieve politike brenda Serbisë, ka folur në lidhje me situatën e tensionuar nga protestat e studentëve që po përpiqen të rrëzojnë regjimin e presidentit Aleksandar Vučić. Duke gjykuar nga realiteti i brendshëm politik, por dhe duke njohur gjithashtu marrëdhëniet ndërkombëtare në raport me Serbinë, Janjić lat kuptohet se nuk do të jetë e largët dita kur Aleksandar Vučić të dalë nga skena politike. Vučić gjatë kësaj kohe do të jetë i rëndësishëm për të ofruar transferimin e pushtetit, derisa pas 1 apo 2 vitesh pushteti ekzekutiv të kalojë te të tjerët, deklaroi Janjić, sipas të cilit realiteti në politikën e brendshme është që studentët dhe opozita gëzojnë tani mbështetjen e 74% të qytetarëve, ndërkohë që Vučić ka vetëm 20%. Është duke ndryshuar tërësisht situata në Serbi. Nëse do të përpiqen të zgjidhin problemet me forcë, Vučić do të duhet të vrasë të paktën 20.000 persona dhe të arrestoj të paktën 100.000 njerëz, gjë që është e pamundur. Për këtë arsye do të jetë një tranzicion i paqët, pasi njerëzit e dinë që janë shumë të fortë dhe për ta është mundësia e fundit për të ndryshuar diçka pas 4 dekadash. Diçka e re duhet të vijë, theksoi Dušan Janjić.
Ko më parë, deputeti i Bundestagut Gjerman Josip Juratović në intervistë për median serbe Nova pati deklaruar se Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić janë partner ideal për sa i përket çështjes së Kosovës dhe sipas politikanit gjerman ata kanë nevojë për njëri tjetrin. Ko më parë, deputeti Bundestagut Gjerman Josip Juratović në një intervistë për median serbe Nova pati deklaruar se Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić janë partner ideal për sa i përket çështjes së Kosovës, edhe sipas politikanit gjerman ata kanë nevojë për njëri tjetrin. Për të bindur mjafton të shikohet veprimet dhe reagimet e tyre. Ata përfitojnë të dy negociojnë me një fik në xhep, por Vučić e bën në mënyrë më të shkathët dhe më teatrale, pati deklaruar Josip Juratović. Për analistin Afrim Kasolli për të temave që kanë të bëjnë me dialogun, kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë i karakterizon edhe një ngjashmëri tjetër për sa i përket dinamikave të brendshme politike. Sipas tij, të dy po përballen me presione dhe pakënaqësi të brendshme sociale, përkundër fitoreve të tyre zgjedhore, sepse si njëri ashtu dhe tjetri mbrojtjen e interesave të kompanive ekonomike ndërkombëtare e kanë vënë mbi interesat e qytetarëve që përfaqësojnë. Në rastin e shtetit fqinj, revoltat publike morën hov pas tragjedisë që ndodhi në qytetin e Novi Sadit, ku humbën jetën 15 persona, si pasojë e shëmbjes së kulmit të stacionit hekurudhor, i cili ishte riparuar nga një kompani kineze. Tipare të tilla kanë filluar të karakterizojnë dhe Kosovën. Mjafton të kujtojmë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, teksa Albin Kurti u pa qartë se është në anën e interesave financiare të kompanive që merren me këtë biznes. Për të tani është e rëndësishme fitimi i tyre se sa humbjet e qytetarëve. Kështu kryeministri i Kosovës ngjashëm po e kërkon sigurimin e pushtetit të ndërkombëtarët, ndonse jo në ato përmasa si lideri serb, pra nëpërmjet plotësimit të orekseve të kompanive sikurse Keds, që është pronë e ndërmarrjeve turke Çalik Holding dhe Limak, pavarësisht pasojave ekonomike dhe shoqërore. Ndaj kësaj anomalie kanë filluar të shtohen gjithnjë dhe më shumë protestat spontane me qëllim kundërshtimin e padrejtësive. Ashtu si dhe në rastin e Serbisë, ku studentët nuk po mundin të arëzojnë regjimin e Vučićit për arsyeën se opozita është e dobët, edhe në Kosovë protestat kundër energjisë elektrike nuk mund të shndrohen në politike, por do të mbeten vetëm sociale, pasi sikurse edhe në Serbi, opozita në Kosovë nuk ka arritur ta shndrojë veten në alternativë politike ndaj Albin Kurtit, i cili me qeverisjen e tij gjithnjë e më shumë do të shndrohet në burim të mllefit shoqëror dhe publik, por ka gjasa që të mbijetoj politikisht, si në rastin e shtetit fqinj, ka theksuar analisti Afrim Kasolli. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë një thirrje të drejtë për drejtë homologut tij amerikan Donald Trump që të vizitojë Ukrainën për të parë nga afër pasojat shkatërruese të agresionit rus. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje të drejtë për drejtë homologut të tij amerikan Donald Trump që të vizitojë Ukrainën për të parë nga afër pasojat shkatërruese të agresionit rus dhe për të kuptuar më mirë realitetin në terren përpara se të ndërmarrë çdo hap diplomatik. Ju lutem përpara çdo vendimi apo forme negociatash, e jani të shihni njerëzit, civilët, luftëtarët, spitalet, kishat, fëmijët të vrarë apo të dëmtuar, tha Zelensky. Në një intervistë, do të kuptoni me kë po bëni marrëveshje, shtoi ai duke referuar presidentit rus Vladimir Putin. Ftesa vjen pas një përplasje të ashpër në fund të shkurtit me Zelenskit, Trumpit dhe zëvendës presidentit Vance në shtëpinë e Bardhë. Vance kishte akuzuar Ukrainën për organizimin e turneve propagandistike për liderët e huaj, akuza që Zelensky hodhi poshtë kategorikisht. Nëse presidenti Trump vjen në Ukrainë, ne nuk do të përgatisim asgjë. Nuk do të jetë teatër, mund të shkoj ku të doj, në çdo qytet që ka qenë në sulm, theksoi ai. Ndërkohë Trump ka shprehur mbështetje për një përfundim të shpejtë të luftës përmes bisedimeve të drejtpërdrejta SBA-Rusi. Kryeministri japonez Shigeru Ishiba ka lëshuar një paralajmërim të fortë lidhur me pasojat e mundshme të tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se këto masa mund të dëmtojnë rënd ose madje të përmbysin rendin ekonomik global. Kryeministri japonez Shigeru Ishiba ka lëshuar një paralajmërim të fortë lidhur me pasojat e mundshme të tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se këto masa mund të dëmtojnë rënd ose madje të përmbysin rendin ekonomik global. Ai bëri këto komente gjatë një fjalimi në parlamentin japonez. Ky është paralajmërimi më i fortë i Japonisë për pasojat negative të politikave tregtare të presidentit Donald Trump. Ishiba shpjegoi se Japonia është e shqetësuar për këto veprime të SBA-s dhe shtoi se vendi do të vazhdojë të kërkojë gjetjen e një gjuhë të përbashkët me Washingtonin. Kryeministri tha se është e rëndësishme që dy vendet të mbajnë një bashkëpunim të ngushtë, jo vetëm në fushën e tregtisë, por edhe në çështje të sigurisë kombëtare dhe rajonale. Negociata me SBA-n duhet kuptojnë se çfarë fshihet pas argumenteve të presidentit Trump,
Si dhe aspekti logjik, ashtu edhe nga ai emocional, unë jam plotësisht i vetëdijshëm për faktin se ajo që ka ndodhur tani ka potencialin të shkaktojë përçarje në rendin ekonomik global, tha Matei Shiba. Sudani po përjeton krizën më të madhe humanitare aktualisht në botë, kanë paralajmëruar Kombet e Bashkuara dhe organizatat jo qeveritare, ndërsa lufta brutale civile në vend hyn në vitin e tretë pa shenja përfundimi. Sudani po përjeton krizën më të madhe humanitare aktualisht në botë, kanë paralajmëruar Kombet e Bashkuara dhe organizata jo qeveritare, ndërsa lufta brutale civile në vend hyn në vitin e tretë pa shenja përfundimi. Ndërkohë Mbretëria e Bashkuar po përpiqet të rifillojë përpjekjet për paqe, duke pritur në Londër ministra nga 20 vende të martën. Konflikti i cili shpërtheu me 15 prill 2023 mes ushtrisë sudaneze dhe grupit paraushtarak, forcat e mbështetjes së shpejtë ka shkaktuar pasoja katastrofike për popullsinë prej 51 milion banorësh, 10 mijëra njerëz janë vrarë, miliona janë zhvendosur dhe qindra mijëra të tjerë përballen me uri të skajshme. Sipas të dhënave, më shumë se 13 milion njerëz janë zhvendosur, prej të cilave 4 milion kanë kaluar kufi drejt vendeve fqinje. Në javët e fundit, kampet e refugjatëve në rajonin e Darfurit perëndimor janë goditur nga sulme të rënda të RSF-s, me frikën se qindra civil mund të jenë vrarë me mizërinë më të fundit të një lufte që ka qenë mbushur me dhunë brutale dhe shkelje të drejtave të njerëzit. Dhe me kaq shkruajmë mbyllim të nderuar teleshikues, bashkëjemi sërish në edicionin e radhës.